Mirëmbrëma të gjithëve, shikues të ABC News, unë jam Fabila Hoxha, jemi së bashku në edicionin e fundit për ditën e sotme për të parë në mënyrë të përmbledhur zhvillimet më kryesore. Kryeministri Edi Rama deklaroi në Asamblen e Partisë Socialiste në njësinë numër 2 në Tiranë se puna për zgjedhjet e vitit të ardhshëm ka nisur. Më herët kryeministri Edi Rama paralajmëroi nisjen e procesit për riorganizimin dhe rienergjizimin e strukturave në kryeqytet. Krah kandidates propozuar nga socialistët për drejtimin e Tiranës, Ogerta Amana Striliu, Rama njoftoi se bashkia do të jetë kantier ndërtimi. Nga njësia 2, kryesocialisti Edi Rama paralajmëroi nisjen e procesit për riorganizimin dhe rienergjizimin e strukturave në kryeqytet. Krah kandidates propozuar nga socialistët për drejtimin e Tiranës, Ogerta Amana Striliu, Rama njoftoi se bashkia do të jetë kantieri i ndërtimit. Në këtë institucion do të ketë ristrukturim të punës, pasi për Ramën organizimi është aja. Ne kemi parë nevojën që të bëjmë një ristrukturim të punës në Bashkinë e Tiranës. Përpara qytetarëve të kësaj njësie, Rama u ndal tek një prej çështjeve delikate aktuale, atë të çmimit të naftës. Kryesocialisti u shpreh se do të ketë markues të ri të naftës dhe se qeveria do të futet në treg me komponent shtetëror. Fokus do të ketë edhe nafta tranzit që shërben si burim kontrabande, ku kryesocialisti theksoi se do të ketë monitorime. Ky mobilizim në këtë sektor do të sjellë çmim të arsyeshëm, por edhe rritje të ardhurash për arkën e shtetit. Me naftën kemi hyrë në veprim dhe siç e keni parë me bordin e transparencës, kemi filluar ta diktojmë çmimin, por në ndërkohë jemi duke u përgatitur për një ndryshim të madh. E para të garantojë rezervat, e dyta të ndikojë në çmimin e naftës. Të fusim në tregun e naftës disa risi që kanë të bëjnë me kapacitetet e reja teknologjike, qoftë në markimin e naftës dhe nga ana tjetër duke garantuar ndjekjen e të gjithë naftës tranzit, e cila është një nga burimet e kontrabandës. Kryeministri Rama dhe ekipi socialist kanë ndezur motorët për zgjedhjet lokale të vitit të ardhshëm që do të pasohet me turin e Partisë Socialiste dhe dëgjesat me qytetarët në çdo qytet deri në muajin qershor. Socialistët do të nisin javën e ardhshme turin e takimeve me qytetarët në të gjithë vendin. Ministra e deputet do të komunikojë në terren për problematikat e njerëzve, por edhe sfidat e përmbushjes së objektivave të mazhorancës për antarësimin në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Turi 3 mujor i takimeve me bazën vjen si një fushat paraelektorale e zgjedhjeve vendore të vitit të ardhshëm dhe do të përmbyllet në ditën e 35 vjetorit të Partisë Socialiste më 12 qershor. Në një moment kur kryeministri Rama kërkon referendum për reformën politike me qytetarët, ndërsa një vit ndaj nga zgjedhjet e ardhshme lokale, socialistët nisin një fushat paraelektorale në formën e një turi komunikimi me qytetarët në gjithë Shqipërinë. Ministra e deputet do të zbresi në terren sipas porosive të fundit të kryeministrit Rama për të takuar e komunikuar me qytetarët nga afër me fokus kryesor integrimin në Bashkimin Evropian, por edhe për të dëgjuar problematikat e qytetarëve, ndërsa ministrat dhe deputetët sipas qarqeve do të flasin për sfidat dhe objektivat për të përmbushur objektivin madhor të qeverisë, antarësimin në Bashkimin Evropian brenda 2030. Për këtë arsye, ministri e re për parlamentin Eriona Ismaili prezantoi përpara grupit parlamentar dhe kabinetit qeveritar strategjinë e komunikimit me qytetarët që do të shërbejë 83 deputetëve socialistë dhe ministrave për qasjen e re në terren. Në mbledhjen e përbashkët në Pallatin e Brigadave në drejtimin e kryeministrit Edi Rama pati 2 raportime të veçanta. Drejtoresha e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Lorena Goxhobelli, u thirr për të raportuar mbi punët e problematikat e deritanishme të këtij institucioni. Nga ana tjetër, deputetët socialistë i përcollën shqetësimet e qytetarëve. Ky institucion ka pasur fokus të veçantë të kryeministrit Rama. Më herët ai ka paralajmëruar ndryshime të forta, siç ishte zhvendosja e kadastrës të Vlorës drejt Tiranës. Po ashtu, në mbledhje raportoi edhe bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale Arbian Mazniku. Mësohet të jenë diskutuar disa variante për hartën e re territoriale që do të propozojnë socialistët, në një moment kur afatet janë të limituara dhe komisioni i posaçëm parlamentar do të duhet të dalë me një draft brenda korrikut të këtij viti. Ky tur takime është kërkuar nga Rama do të zgjasë deri më 12 qershor në ditëlindjen e 35 të Partisë Socialiste dhe paralelisht zgjedhjet brenda kësaj partie në pozicione drejtuese të strukturave.
Vetë Rama e ka nisur turin e takimeve larg kamerave mbrëmjen e së premtes në kryeqytet në njësin 2 në Tiranë. Shqipëria renditet e para në rajonin e Ballkanit Perëndimor sa i takon qeverisjes dhe transformimit politik. Klasifikimi vjen nga indeksi Bertelsmann Stiftung, një organizëm ndërkombëtar që analizon progresin e vendeve në botë. Sipas raportit, Shqipëria renditet e treta për transformimin ekonomik pas Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut. Shqipëria, lider e transformimit në Europën juglindore. Indeksi Bertelsmann Stiftung klasifikon Shqipërinë të parën nga 6 vendet e rajonit për transformim politik dhe qeverisje me 7.7 dhe 6.71 pik, ndjekur nga Maqedonia e Veriut në vendin e dytë dhe Mali i Zi në vendin e tretë. Sa i përket transformimit ekonomik, Shqipëria rezulton e treta në rajon me 7.1 pik, më lart qëndrojnë Mali i Zi në vendin e parë me 7.5 pik dhe Maqedonia e Veriut në vendin e dytë me 7.18 pik. Kosova mban vendin e fundit për transformimin ekonomik, kurse Serbia rezulton më keq në rajon për transformim politik dhe qeverisje. Raporti është publikuar dhe përshëndetur nga vetë kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ndërsa analiza e indeksit për progresin e Shqipërisë si lidere e rajonit thot se vjen nga përmbushja e detyrimeve në negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian dhe duket se nga klasifikimi Shqipëria dhe Mali i Zi mbajnë vendin e parë dhe të dytë sipas indeksit. Të njëjtat vendet të cilat nga Bashkimi Evropian cilësohen si frontrunner apo kampione në procesin e negociatave dhe pretendentet më të mundshme për t'u antarësuar brenda kësaj dekade në Bashkimin Evropian. Shtrenjtojnë sërish karburantet në Shqipëri pas rritjes së çmimit të naftës në bursa ndërkombëtare që sot arriti $112 për fuqi. Bordi i Transparencës vendosi këtë të shtunë që nafta të shitet me 218 lek për litër, ndërsa benzina me 181 lek për litër. Këto janë çmimet më të larta të karburanteve prej disa vitesh. Në Shqipëri nuk ka asnjë rast të konfirmuar me meningit bakterial. Konfirmimi vjen nga Instituti i Shëndetit Publik që thotë se vendi ynë ka incidencë shumë të ulët nga ky infekcion. Në Britani javën e fundit ka pasur alarm dhe viktima nga meningiti, ndërsa mjekët në Shqipëri sigurojnë se nuk ka vend për panik, por për kujdes. Infeksioni i rrezikshëm që prek cipat e trurit përhapet nga kontakti i ngushtë që mund të bëhet fatal në një kohë të shkurtër. Në Vlorë është përkujtuar tragjedia e Otrantos, një nga ngjarjet më të rënda në Shqipëri që kujton vitin e trazuar 1997. 81 shqiptar humbën jetën në det 29 vite më parë në përpjekje për të arritur ilegalisht në brigjet e Italisë gati 3 dekada pas tragjedisë. Familjarët e viktimave janë të pakënaqur për vendimin e drejtësisë italiane për ekuipazhin e anijes italiane që goditi duke mbytur shqiptarët në det. Përkujtohet në Vlorë 29 vjetori i tragjedisë Otrantos. Familjarë të viktimave, qytetarë, përfaqësues të pushtetit vendor dhe qendror, kujtuan një prej tragjedive më të rënda, atë të Otrantos. 81 karrige u lan bosh si një simbol për ata që humbën jetën dhe buqeta me lule u hodhën në det. Kjo tragjedi, thon familjarët e viktimave, është krijuar me dashje dhe se vendimi i gjykatës italiane ka qenë i padrejtë. Ata për ne do vetëm të paruar. Është një tragjedi e krijuar me dashje. Është një tragjedi që ka rënduar dhe çdo vit, në vend që të lehtësojë kjo tragjedi, e rënduar edhe më shumë. Familjarët përballen në një dhunë psikologjike. Jo se janë mashtruar, jo se janë gënjur. Ata janë lodhur nga kjo tragjedi, jo thjesht u humbën fëmijët, jo thjesht u humbën familjarët. Por vendimi i gjykatës italiane ka qenë i padrejtë. I ka goditur dhe njëherë. Është e pashmangshme. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës e cilësoi këtë si një moment reflektimi, ndërsa Ministria e Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin tha se ajo çfarë mund të bëhet sot është të garantohet që tragjedi të tilla të mos përsëriten
Unë mendoj që ajo çfarë ne mund të bëjmë sot dhe që besoj ja kemi dalë një farë mënyre është që të mos përsëriten më tragjedi të tilla dhe patjetër gjithë ne kemi patur familjarë që kanë marrë skafet dhe gomonet për të ikur në Itali ose për të emigruar, sot mendoj që jemi në kushte krejt tjera. Më 28 mars 1997, anija shqiptare me 142 persona në bord u përmbys nga anija italiane Sibila në kanalin e Otrantos, ku humbën jetën 81 persona, të cilët shpresonin se do të krijonin një jetë më të mirë në Itali pas trazirave në vendin tonë. Të dielën ndryshon ora, krepa do të shkojnë 60 minuta para duke bërë të mundur shfrytëzimin më të gjatë të dritës diellore. Të dielën do të zgjohemi një orë më herët dhe do të zgjojmë një orë më tepër rrezet e diellit. Natën midis të shtunës 28 mars dhe të dielës 29 mars, akrepat e orës shkojnë 60 minuta përpara, pra nga ora 2 e mëngjesit në orën 3. Ora verore do të qëndrojë deri të dielën e fundit të tetorit, kur akrepat do të zhvendosen sërish 60 minuta prapa. Ishte Benjamin Franklin i cili në vitin 1784 sugjeroi zhvendosjen e akrepave për të maksimizuar dritën natyrore dhe për të kursyer energji. Megjithatë, ideja e tij u vënë në zbatim vetëm gjatë luftës së parë botërore. Më 1916 Gjermania e disa shtete të tjera vendosën të ndryshonin orën me qëllim kufizimin e konsumit të qymyrit të nevojshëm për të prodhuar energji. Komisioni Evropian në vitin 2018 hoqi detyrimin për vendet anëtare për të ndryshuar orën, duke përcaktuar që secili shtet ta vendosë në mënyrë të pavarur nëse do ta ndryshojë apo jo. Ndërsa në fillim të vitit 2019, Parlamenti Evropian mbështeti një propozim për të ndaluar ndryshimin e orës 2 herë në vit. Nga viti 2021, nismë që nuk u zbatua pasi nuk u aprovua nga shtetet. Aktualisht vetëm rreth 1/3 e vendeve të botës e zbatojnë ndryshimin e orës dhe shumica e dërmuese e tyre janë në Evropë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju ftoj të klikoni në webin tonë abcnews.al për të tjera zhvillime në radio, gjithashtu na ndiqni në frekuencat 105 FM. Bashkë ndahemi këtu natën e mirë.